çështja kryesore, elementi kryesor i zhvillimit terrorizmit në cilin do vend botës është ona financiare. Kjo dëshmon një strukturë të organizuar kriminale që kanë qëllime mjaft rrezikshme, po ky tani është më i rrezikshëm sepse është i padukshëm. Po në të kaluarën mjetet financiare që i kanë financu strukturat paralele në Kosovë, ne shumë herë kemi taku në kufi gepekin plot thast me para që kanë ardhur se po financon me atë mjetet strukturat paralele që kanë funksionu dhe cilat i ka financu pushteti i Serbisë. Mirë, por nuk dihet saktësisht se ku kanë shkuar ato mjetet dhe për çfarë qëllime. Ata në arsyetu se ato i financojnë arsimtarët shëndetësinë apo persona tjerë. Mirë, por në të njëjtën kohë janë vërtetuar edhe shumë organizata humanitare që kanë funksionuar në Kosovë e që selinë e tyre ka pas jashtë territorit të Kosovës dhe mjetet kanë ardhur përmes kufive të Kosovës që ne kur i kemi takuar ato mjete kemi tentuar mi konfiskua ato, ka qenë në atë reagimi i UNMIK-ut dhe nuk është leju. Sot e kemi një situatë krejt tjetër, kufit e Kosovës në të gjitha onët i kontrollojmë ne, aeroportin e Prishtinës e kontrollojmë ne dhe nuk isha pas dëshirë që të ndëgjoj që raste tilla tash përsëriten edhe sot vinë mjete tilla, sepse çështja kryesore, elementi kryesor i zhvillimit terrorizmit në cilin do vend botës është ona financiare. Një operacion policor që është realizuar ditë më parë tregon një ndërlidhje goxha interesante mes mashtrimit, detyrimit, krimit të organizuar, shpërlarjeve të pareve, po edhe financimit apo lehtësimit apo financimit të terrorizmit. Tash, nëse e shohim këtë ndërlidhje, sipas këndvështrimit tuaj, sa rrezikshme është kjo ndërlidhje këtyre veprave, veprimtarive kriminale? Kjo dëshmon një strukturë të organizuar kriminale që kanë qëllime mjaft rrezikshme për sigurinë nacionale të vendit. Dhe ne duhet të jemi syqel dhe duhet të jemi vigilent që me kohë të identifikojmë këtë raste dhe të reagojmë dhe të ndërmarrim masat e duhura për parandalimin dhe luftimin e tyre, arrestimin e tyre dhe dënimin meritor për ato vepra. Kur isha grupet kriminale që kanë kalu prej aktiviteteve tradicionale, parave në kesh, në aktivitete në skema financiare, qysh e sheh këtë evolim? Po çdo arritun në teknikë dhe teknologji përveç që shëzohet për të mirat njerëzimit që për me bën jetën më të mirë, kriminalet ato pajisje i shëzojnë që për kryen e veprave të ndryshme penale. Dhe është e vërtet që ata janë shumë vigjilent, janë shumë syqel, janë shumë trajnum. Tani po them e kemi kriminalitetin profesional që janë njerëzit profileve të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, që janë specializuar për veprimtari të ndryshme dhe kanë shpirt kriminal që të gjitha ato të arrituna teknike shkencore të shfrytëzojnë përveç një pjesë që shfrytëzojnë për të mirën e për jetën e mirëqenien e qytetarëve, ata të shfrytëzojnë për pasurim të kundërligjshëm dhe për kryen ndonjë vepre penale. Cili është momenti kur njihet tem për mashtrim financiar ose shpërlarje të parave fillon me u konsideru rrezik për sigurinë kombëtare? Po nëse nuk kemi ne kontroll në mjetet financiare që hynë vendin tonë dhe tash kontroll sa mjete hynë dhe ku shpenzohen dhe si shpenzohen dhe për çka shpenzohen, me siguri se ka vëna paraqit një rrezik i tillë që ato mjete mund të kesh përdoren dhe mund të shfrytëzohen prej keqbërësve apo prej kriminalëve apo prej personave që tentojnë të kryejnë ndonjë akt terrorist apo të bëjnë terror të përgjithshëm. Nëse e shohim për çka ju vijnë parët grupeve terroriste? Po ata kanë qëllimet e caktuara, siç thash edhe më herët, se kanë qëllimin ndoshta edhe të ndërrimit edhe të kauzës politike në vendi, kanë qëllimet edhe ndërrimin e qeverisë, kanë qëllime edhe fetare, kanë qëllime edhe politike që dëshirojnë të arrijnë me një vend caktuar, me një shtet caktuar dhe normalisht që mas lehti është përmes financimit ilegal dhe rekrutimit njerëzve të ri që me mjete financiare, kjo veç praktike ka dëshmuar që
Ka pas sukses në disa vende dhe terroristët nuk hekin, apo grupet kriminale nuk hekin dorë prej kësaj forme të krimit dhe të ndryshimit, ndoshta edhe të kauzës politike në një vendi apo të ndryshimit edhe qeverisë në përgjithësi. Nëse i masim aspektin klasik të financimit të terrorizmit dhe atë online, cili është më i rrezikshëm? Po ky tani është më i rrezikshëm sepse është i padukshëm, është shumë vështirë me orë deri te informacioni. Këto janë format mshefta tash të financimit, rekrutimit, trajnimeve, dhe këto forma janë shumë më të rrezikshme.